me shtimin e përdorimit të rrjeteve sociale, të shumët janë ata që pyesin gjatë ditës së Ramazanit për çështje që në të vërtetë hyn në kategorinë e atyre punëve me të cilat nuk duhet të merret muslimani gjatë ditës së agjërimit. Dikush më thotë dhe më shkruan se në filan vend kam pa këtë iftar ku ishte ftu ky, ishte ftu ai, ishte ftu ajo, ky kështu, ky ashtu. Dikush tjetër shkruan për një fenomen në një rrugë, në një lagje, kjo bashki kështu, kjo bashki ashtu, këtu kishte drita, këtu s'kishte drita, këtu kishte investime, aty nuk kishte investime, në lidhje me muajin e mëndshëm të Ramazanit, e çështje të ngjashme me këto. Përgjigjja ime për të gjithë këta vëllezër dhe motra që pyesin, është ajo që kam thënë edhe para muajit të mëndshëm të Ramazanit, të dashurit e mi, që në ardhjen e Ramazanit lidhen shejtanët. Mos të bëhemi ne emisar të shejtanëve në përditshmërinë tonë, duke pasë çfarë bën ky dhe çfarë bën ai. Në muajin e mëndshëm të Ramazanit surgjënosen ose prangosen rebelët e gjindëve. Mos të bëhemi ne pasues të tyre apo vazhdues të punës së tyre, duke fut hund këtu apo aty dhe duke u munduar me nxjerr në pa çfarë edhe na bën keq ne në veten tonë, sepse fillojmë edhe zemërohemi, acarohemi, reagojmë në një mënyrë apo në një tjetër që nuk është e denjë për muajin e mëndshëm të Ramazanit. Ajo që unë këshilloj për herë, e para e punës, mos të humbim kohën me rrjetet sociale, duke shfletuar dhe duke shfletuar si ishte dita e Ramazanit si një ditë para Ramazanit. Të përpiqemi që edhe ato takime apo kontakte apo shfletime që mund të kemi të marrim për tyre më të mirën dhe këtë ta përhapim në mesin e njerëzve, sepse muaji i mëndshëm i Ramazanit është muaji në të cilin dominon e mira mbi të keqen. Dhe nëpërmjet mësimeve të Kuranit dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ne jemi të nxitur që të përmirësojmë veten tonë. Domethënë, kushtoja këtë muaj vetes tane. Merru me veten tane, merru me adhurimin tan, merru me Kuranin tan, merru me tespit tuaj, merru me sejaden tane të namazit. Domethënë, pyete veten edhe thuaj, si e kam pas marrëdhënien me Kuranin sot? Nëse të duket se është mirë, vazhdoj kështu dhe nesër. Nëse të duket jo mirë, bën çmos që nesër më e përmirësu. Le të përpiqemi që gjatë muajit të mëndshëm të Ramazanit të merremi paksa me veten tonë, të dashurit e mi. Të merremi me adhurimin tonë, të merremi me marrëdhënien që kemi me Allahun subhanahu wa taala.